Një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror tokë shtetërore në Korçë do të jepet me qira për vetëm €1 në vit për ndërtimin e një resorti turistik luksos, sipas një vendimi të ri të Këshillit të Ministrave të miratuar në datën 11 qershor. Kompania përfituese është një kompani e cila gëzon statusin e investitori strategjik që nga shkurti i vitit 2023. Projekti i saj i quajtur Greenhouse Korçë Resort parashikon një kompleks turistik me hotel 94 dhomash, ambiente gastronomike dhe shërbime të tjera të nivelit të lartë me një vlerë totale investimi prej mbi 18 milion euro. Kontrata e qiras është autorizuar ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe kompanisë private me qëllim zbatimin e politikave të nxitjes së investimeve në turizëm. Sipas dokumentacionit zyrtar, toka e përzgjedhur është e klasifikuar si truall dhe ndodhet në territorin e Bashkisë Korçë. Pas kompanisë që do të ndërtojë resortin qëndrojnë 3 aksioner: Agim Zeqo 40%, Gerjan Kuka 30% dhe Ilir Shtuti 30%. Zeqo ish presidenti i klubit Skënderbeu, Kuka konsulli i El Salvadorit në Shqipëri dhe Shtufi oligarku i ndërtimeve masive i njohur për projektin gjigant Mali i Tiranës, një gradacel me 65 kate që po ndërtohet në kryeqytet. Vendimi për dhënie me qira të tokës me çmim simbolik, megjithëse brenda kuadrit ligjor të investimeve strategjike ka ringjallur diskutime mbi mënyrën se si përdoren pronat publike dhe përfituesit real të kësaj skeme shtetërore.